Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të mesdritës për të lidhur drejt për së drejti nga Tirana me vrap shkojmë në Florida, atje ku na pret Gjeni Fundo, tashmë zyrtarisht një personazh publik që identifikohet shumë nga masa me dhe për ato maskat e fytyrës që ajo her pas here realizon në studion ton televizive. Nuk humbasim as një sekond, e përshëndesim dhe zbulojmë se çfarë ka përgatitur sot ajo për ne, por edhe për ju. Gjeni, të përshëndesi. Shumë dashuri për ty. Faleminderit shumë. Zonja me sekretet e bukurisë, kështu do të pakëzojmë në ty. Që do t'i zbulojnë tani. Tani do t'i zbulojmë, si ti si një influencer e vërtet. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Me çfarë do na surprizosh? Okej, sot do përgatitim një maskë me të bardhë veze. Po. Me lëng limoni. Okej. Lëng domateje. Shi, aciditeti. Edhe qumër. Për të balancuar. Balanca, e ku është balanca. Pra, acide bazike. Kjo maskë ofron një trajtim natyral të fuqishëm që zbardh lëkurën, mbyll poret, edhe ul ndyrnat në lëkurë. Tashi, të bardhën e vezës do të arajnë pak, jo të bëjmë kështu si për ëmbëlsirë, po si shpull. Ja në këtë mënyrë si se kam mësu, e kam përru për para. Do t'jedhim këtu një nugën, kapeje dhe domateje. Tani është domate e shtrydhur apo është domate e procesuar? Domate e shtrydhur, vetëm lëngu. Nga fruti domates, Nga fruti, mirë. Tashi, edhe lëng limoni. Një lugë edhe lëng limoni. I përzijem këto, lënguj limonit edhe lënguj domates. Çfarë bën? Kanë vitaminë C dhe kanë acide natyrale. Okej. Që ndihmojnë në eliminimin e spateve të erta. Pra ato njolla që na mbeten edhe nga aknet. Zbardhin ato. Edhe do t'jedhim edhe një qumësh. Pra kjo është një mask që lufton hiperpigmentimin, vajza dhe gra që po na ndiqni. Ja, dhe bëhet një gjë kështu. Po, dhe ti si një... Po? Do lyen fytyrën. E pra... Para, fytyrën do t'a pastrojnë mirë, edhe pastaj do t'a lyen ata, do t'a mbajnë 15 dhe 20 minuta, do t'a pastrojnë, dhe pastaj do t'a lyen me kremin e preferuar. Heqim syzet. Ta thot dikush në studio që ka syze, dhe Gjeni ti je veçante, di përse, se ndryshe nga këto influencerat, ndikuese që shojmë rrotull, që nuk i vendosin kur maskat e tyre në fytyrë, ti e bën hapin deri në fund. Po që të bëj? Po që të bëshe? Që gjithë lezet. Gently. Pra, me shumë kujdes, do thot gently. But e but. But e but. Ja, ta bëj një faqe, unë betë. Një faqe. Tashi do ta... Gjeni, a duhet ta bëjmë pak dhe në qaf, apo nuk është e nevojshme? Po, e bëm dhe në qaf. Okej. E bëm dhe në qaf. Okej. Ka problem. Aksu. Edhe kaqës... Kaqës maska. Pastaj e pastrojmë. Mos harrojmë gjithmonë kohën, se shumë e rëndësishme. 15 minuta. 15 dhe në 20 minuta. Okej, do realizojmë besoj një tjetër maskë tani. Po, kemi 3 maska sot për të. 3 maska. 8 minuta ko kemi, 8. Maska numër 2. Kemi maskën me kozë dhe turmërat. Po. Tumerik. Po, tumerik. Turmëratu të safrana indie. Po. Jo, është tumerik ose një lloj shafrani? Një lloj shafrani. Një lloj shafrani. Po, që i tonë atje ku një shafrani indie. E ngatrojnë pak, e ngatrojnë. Turmërat, ja. Do t'i hedhim gjysmë luge këtu në kozë. Se turmëraku është
Antioksidant e anti-inflamator. Okej, ndërsa kosi e pastron fytyrën nga qelizat e vdekura. Okej, bëhet një masë e tillë. Shkoni e verdhë. Ta lije faqen tjetër tash unë. Hello. Po, të dëgjoj, patjetër. E di çfarë po mendonim. Këtë maskën e ka bërë Suriani një herë, edhe nuk i ka ikur shafrani. E mire, në fillim me... Do pak punë të lahet. Se ngjaj pak si anemik. Ta bëjnë në dorë. Se kemi mirakull. Sepse tumeriku ngel pak si i verdhë. Po. Dhe praktikisht ngjajmë si kurimi me anemi. Po, duhet të kemi parasysh që hemoglobina do me të që kështu, se nuk të ikën pastaj. Pra, ja japim si shpjegim se e thot nga përvoja. Ja. Opa, kjo është ngjyra. Si pure patatesh, në gjanë. Po, edhe këta do t'a lëjmë 15 dhe 20 minuta, e shplaj fytyrën me ujë të ngrohtë, edhe pastaj kremin e preferuar. Okej. Shumë maska të thjeshta janë, shumë maska të thjeshta. Dhe shumë të lira në kosto mbi të gjitha. Po. Gjeni, të shkojmë... Nuk kanë kimikale, janë të gjitha naturale. Pra, baza është naturale. Shkojmë tek maska e tretë dhe fundit. Ke një beauty natural se kuna ime. Pra, naturale, e bukur edhe me ato mollzat e bukura. Tani, maska e tretë, çfarë na duhet? Tashi, maskën e tretë do bëjmë me banane edhe me të verdhë veze. Okej, tani shfrytëzojmë të verdhën e asaj vezes që i morëm të bardhën në fillim. Po, e shtypim këtë, se kam marruar dhe pirunin, po më mirë është ta shtypësh në blender, si që bëna të smoothie. Si që bëjmë smoothie, e bëjmë edhe këtë masën. Gjeni, ta kemi thonë ty që ti je influencerja jone preferuar? Si je më naturale nga të gjitha ato që ne njohim. Faleminderit shumë. Edhe tash do t'jetim edhe të verdhën e vezës. Okej, edhe verdhën e vezës. Do t'i përzjejmë këto. Edhe kjo maskë të heq t'i eliminon një si të ato linjat e holla. Dhe të bën një lëkurë të but. Gjeni, kam një kërkesë speciale për ty. Në takimin tonë të radhës, sepse ne praktikisht një herë në muaj e realizojmë një lidhje të drejt për drejt, po sikur të na japësh ndonjë këshill, sugjerim për zbardhimin e dhëmbëve, shkojmë për te lëkurës, apo ndoshta çfarë mund të jetë tjetër, të heqim rrethët e zi. Po, maskat ndoshta edhe të dedikuara vetëm për qafën, se qafa është ajo që na tregon vitet. Herën tjetër do bëjmë një maskë për punën e rrethëve të zi. Shumë mirë. Perfekt. Shumë mirë. Do bëjmë një maskë të tillë. Tani ta aplikojmë këtë maskën e tretë? Ta aplikojmë këtë, ta aplikojmë. Da aplikojmë si jo? Që ç'keme të? Vetëm banane dhe e verdha e vezës. Do ta bëj me gisha këtë. Okej. Ato dhe mund ta ham. E bën nga jo, e sfuqe dhe e bën si krepës, jo krepa, ato tjera. Si pancakes. Pancakes, yes. Po, se jemi në Florida, tani të flasim pak edhe për edhe që në ndikin aty. Tani, Gjeni, ti në i tregove 3 maskat speciale në kohë rekord. Sa minut duhet a lëm pa tjetër? 20 minuta, 20 se cilën. Okej, në rregull, mirë e bukur. Tani, duke qenë se premtimin na e bërë në takimin e radhës, do na duhet të bëjmë një maskë për rrethët e syve, ti shijoj maskat e tua, bëj dhe një çaj që ta vijosh ditën jo. Ditën, se mëngjes është aty. Pa, sa i bie? Po, e kam bërë already. 6, 7. Kështu që për bukurinë se ditën ne të japim përshëndetje të përzemërta nga Mesdrit, të kemi shumë xhan, edhe të kesh jetë edhe shëndet.
Je shumë e këndshme dhe një zonjë shumë e bukur. Edhe ju të kini një ditë të mbarë. Faleminderit shumë për përgjithime për Gjenin. Ja ku shkuam e bëmi takime edhe virtual. Edhe ne të përshëndesim. Dhe shkuam deri në Florida, kemi bërë një rrugtim në sot, vetëm me këshilla që besojmë shumë nga vajzave dhe grave që na kanë ndjekur, u kanë hyrë në punë. Unë siguruam që të Surianin ta tensiononim në fund, për të treguar që nuk lëmë janë dhe burrat në studio. Di të them që transmetimi sotëm klasifikohet një transmetimi mirë, sepse ne e shijuam një emision i suksesshëm, sepse ne u kënaqëm, por dëshira jonë më thellë është që sa jemi kënaqur ne, jeni kënaqur edhe ju. Që kështu, takimin tonë të radhës me nesër me Mesdrit. Ju duam.